Midir Tufa nga fshati Sohodolli njësisë administrative Kastriot në Bashkinë Dipër është nga ata pak shqiptar që kanë lënë emigrimin për të investuar në vendlindjen e tyre. Po si shumë të tjerë, edhe Midiri është gënjur totalisht. Ai për vitesh ka kultivuar lloje të ndryshme perimesh e zarzavatesh, por nuk ka marrë kurrë sipas tij dirsën e derdhur e mundin e gjithë familjes. Midir Tufa është kthyer nga Greqia ku ka punuar atje shumë vite në këtë sektor. Me shpresën se në vendin e tij gjërat kanë ndryshuar, ai u rikthye dhe u kultivoi një sipërfaqe të madhe me lakër, që fatkeqësisht i ka mbetur aty dhe jo shkalbur. Fermeri Tufa thotë se edhe kriteret e vendosura për të përfituar mbështetje nga shteti janë diskriminuese dhe përjashtuese për shumë fermerë si ai. Ne kemi lënë emigrimin për të investuar në vendin tonë, mirë po problemi politikat e agronomëve dhe politikat shtetërore asnjëherë nuk na kanë ardhur në ndihmë. Kjo është realitet. Nuk flas unë politikisht për arsye se flet vetë malli që është i prishur, nuk ka pas treg. Po të ishin politikat e adresuara sakt, e bukur nuk do mbjellësha unë kaq lakër. Do mbjellësha një perime tjetër dhe nuk do humbitësha kaq, sikurse duket fakti. Nga viti 99 e deri më sot jam marrë me perimet kryesisht. Me gjithë pjesëtarët e familjes, këtë punë kam bërë se e lash Greqinë, gjëja se do punoj pak më mirë po kisha qenë i gabuar. Ka edhe vitet më para, ka pas, por ky vit ka qenë viti më i pa suksesshëm. Po nuk kemi aplikuar sepse ka ca kritere, ne kam fut do kritere, thot du të kesh 10 delim tokë, nuk kam 10, kam 8. Dhe për këtë thot gjej një tokë me qira, plotsoj 10 delim, me fjalë kështu të tilla probleme lindin gjithmonë këtu. Këtë vit jemi të paktën minus 3 milion lek imi këtu me këtë parcelën, 3 milion lek, 4 bile. Po të ishte shit, dhe i bësha 4 milion. Tani nuk është shit malli, është dështim. Po duhet me i bë të paktën një grop se kam një parcel, diku me i vend tjetër që nuk e punojnë. Me mbulu, mu bë plehi gjelë për kur thonë. S'ke që i bën, kjo është Shqipëria janë e dashur. Tjetër problem që ngre fermeri Tufa është edhe mungesa e asistencës nga specialistët e buqësisë, po ashtu edhe ilaçet që marrin për kulturat e ndryshme buqësore janë jo efektive. Tani problemi më kryesor është sepse agronom ne nuk kemi që të vijet në orientoj pak a shumë. Rrogat i marrin miku im, por ata nuk i di pse nuk i bien. Ne kemi probleme dhe helmet janë skadume, dhe me thonë ilaçet e BIMS janë shpesh herë dalin skadume. Nuk e kryjnë funksion. Duhet pa kjo punë. Prandaj ndodhin këta që ndodhin këtu me fermerin shqiptar. I gjendur në kushtet e humbjes së shpresës që në këtë vend buqësia do të marrë vëmendjen e merituar, ku fermerët të kenë mundësi të ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe të rriten ekonomikisht. Fermeri Midir Tufa thotë se do të rikthehet në Greqi. Po të ikin Greqi të paktën 60-70 euro i marrë në ditë. Këtu nuk mund të qëndroj më, sepse edhe fëmijët thonë prodho hith, kalb. Atëhere, ja dhe djali iku në Gjermani, si e pa punën se si është këtu, iku djali. Edhe unë dhe largohem nga vendi, edhe shumë fermer tjerë janë si puna ime, nuk jam i vetëm Dipër. I kam ca shok që i kam parcelat pa shit fare. Kështu si puna ime.